Perëndimet në Bregdetin e Vlorës, çelet ekspozita e piktorit Rahmi Dervishaj. Në sallën e Galerisë së Arteve në Pallatin e Kulturës Llabëria në Vlorë, u shpalosën për publikun vendas 40 peizazhe të pikturuara me ngjyrat akrelik, të cilat kishin në qendër bukurinë e rrallë qytetin e Vlorës. Për drejtuesen e Drejtorisë së Artit dhe Kulturës në Vlorë, Angela Kaplani, piktori Rahmi Dervishaj nuk është kurse një piktor amator. Punimet e tij tregojnë shumë më tepër, tregojnë se është një profesionist i vërtet. Përshëndetje, jam shumë e lumtur që jemi këtu të gjithë bashkë. Pramnesh kam piktori Rahmi Dervishaj. Faleminderit Rahmi që zgjodhe galerinë e qytetit për ekspozitën tënde të katërt. Me të drejtën, kur më prezantuam, më thash që jam një artist amator, por me pamjen e pikturave që pash, absolutisht. Unë mendoj që je një super profesionist në atë që bën me dëshirë dhe dashuri më të madhe. Vlerësime ka marrë kjo ekspozit edhe nga njohësit e mirë të artit dhe pikturës. Edi Kojani, piktori i qytetit, në fjalën e tij e cilëson Rahmi Dervishajn një rast të rrallë, të cilit jeta i dha drejtime të tjera, por pasioni për pikturën nuk u shua kur, duke u nxjerrë në pa në moshë të madhe, ku ka realizuar tashmë 4 ekspozita me punime mjeshtërore. Rahmi Dervishaj është një rast i rrallë, një personazh shumë interesant. Në shmërinë e tij të rinisë, ai ka ndjekur kurse pikture, por jeta i ofroi një drejtim tjetër. Ai u bë shofer, ku punoi e u vlerësua për përkushtimin e tij. Por duket që prushi i talentit të tij nuk qeshuar. Ai do ta ngrohte e do të ndiste te Ramiu dëshirën dhe pasionin që të filloj të pikturoj. Dhe në këtë moshë fillon pikturon sa që realizon 4 ekspozita. Kjo është e 4-ta pra. Ramiu pikturon pa komplekse, siç e ndjen. Filloi me ngjyra vaji e tani vazhdon me akrelike. Ai vërtet është autodidakt, por në punët e tij ka elemente të rëndësishëm të një profesionisti. Një emër i pazëvendësueshëm i Penelit, piktori i popullit Nestor Jonuzi, thosë se Rahmi Dervishaj ka patur një dhunti. Jonuzi tregon edhe një porosi që i ka dhënë Rahmi Dervishajt vite më parë, ku i ka thënë që të punoj se fama vjen vetë, gjë të cilën ai e ka bërë me pikmëri, duke realizuar sot pas disa vitesh 4 ekspozita. Fama të vjen vetë. E di vetë ku do vej, po e kërkove nuk të vjen. Ja thashë, edhe këta kam thënë Rami, se këta shi nuk duat jatë mëndë, po ja përvojën time, thjesht përvojën time ja. I thash vetëm puno, shiko të që pas 4 vjetësh, unë vi dhe e marrë fjallën me vullnetin tim, me dëshirin time, sepse Ramiu i meriton. Vetë piktori Rahmi Dervishaj ka falenderuar të gjithë pjesëmarrësit në këtë ekspozit, që treguan se duan artin dhe kulturën. Një falenderim ka dhe për miqtë dhe shokët e tij, të cilët e nxitën në këtë punë, që të vendosen në funksion talentin e tij të fshehur. Unë falenderoj gjithë pjesëmarrësit që u angazhuan dhe janë pjesëmarrës këtu, përveç kënaqësisë që më sjellin, tregojnë dhe dashurinë e kulturën që kanë për artin e pikturës që e duan gjithë. Falenderoj gjithashtu miqtë dhe shokët që më nxitën për këtë punë, se unë isha talenti im po flinte. Mua më nxitën artistë të Vlorës si piktori i popullit Nestor Jonuzi, Edi Kojani, Lilian Ali, Petraq Pali edhe shumë të tjerë, dhe më vunë në shina puno se mund të bësh gjëra. Edhe unë jam me Ramiu, kjo është gjendja ime artistike, tani vlera të jep në ju. Peizazhe këto të cilat kanë si simbolik të pikturuar të tyre 3 element, perëndimet, Bregdetin dhe qytetin e Vlorës. Në çeljen e kësaj ekspozite morën pjesë piktor, artist, intelektual të qytetit, përfaqësues institucionesh, miq dhe dashamirës të artit.